Përshëndetje, sot në një tjetër video informuese, por të veçantë. Dua t'ju sqaroj se përse gjendemi në mënyrë të vazhdueshme nëpër rrjetet sociale. Ne si Physiosport Center dhe unë personalisht, që prej vitit 2022, kur kemi inauguruar qendrën e re Physiosport Center, një qendër unikale, veçantë dhe ndryshe nga të gjitha qendrat e tjera të fizioterapisë në Shqipëri, ndryshe nga të gjitha klinikat e tjera të fizioterapisë në Shqipëri. Jemi prezent në rrjetet sociale sepse kërkuam të ndjekim një trend të caktuar të popullatës që përzgjedh fizioterapistin dhe specialistin e mjekësisë riabilitative vetëm sepse sheh Instagramin apo dhe Facebookun, pa u informuar mbi formimin profesional akademik apo dhe post universitar të fizioterapistit. Prandaj ne jemi në rrjetet sociale për të dhënë informacion mbi fizioterapinë, mbi kompetencat e fizioterapistit dhe jo për të rritur audiencën tonë apo për të fituar pacient nga rrjetet sociale. Synimi jonë është shëndeti juaj dhe profesionalizmi. Faleminderit.